Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sigurisht se aty ka pas sporte që janë marrë njerëzit me to, sporti nuk është i ri, nuk ka ardhur sot. Që për shembull dikush mendon se sot në televizor për ditë kemi mohabet edhe sportit dhe mendon se sot ka dalë. Jo. Ai ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi të na tregosh çfarë sporte ka pas atëherë, edhe çfarë hadithe ka që inkurajojnë për sport, domethënë përgjithësi nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallam si udhërrëfie si muslimanëve, me thonë si njeri që është dallu prej të gjithë njerëzve, sepse ai ka qenë pejgamber, është marrë edhe me sport dhe i ka thirrë të gjithë muslimanët që të mirën me sport. Por ai me një hadith i përmend, për shembull, si sport që e forcon njeriu në aspektin fizik, se sporti zatën e forcon secilin njeri në aspektin fizik, është vrapimi. Vile me një hadith, Aisha radiallahu anha thot, vraponim, transmeton Hazreti Aisha thot, vraponim me pejgamberin e Islam dhe une ja shkojsha atij. Mirë po njëherë vrapuam dhe pejgamberi Islam ma shkoj mua sepse une u pata rrit në pesh. Më thonë është rrit në pesh, është në trash dhe pejgamberi e Islam ka thonë në loj me bashkëshortën e vet, me nanën e muslimanëve, Hazreti Aisha ka thonë e fundit vlen. Dhe më thonë, i ka të regu se unë kam fitu i fundit, kam qenë i pari, dhe më thonë, ajo që më fitove më herët, bjen tash unë jam i pari. Vrapimi, pastaj e kemi mundjen më vonë do të përmin, dëfrimi ose knasia duke gjujt me shigjeta. Kjo është edhe sport, edhe tash që sot e kësaj dite, për me ka preferu, mirë po është edhe në lojrat olimpike, përdoret, bile edhe në lojrat olimpike dimrore, ata edhe vrapojnë me në përbor, po skijim, mirë po dhe i kanë ata gjuajtjet pushkat me pusht, as nuk e di ai sport se ka emrin, mirë po në të di aspektet, edhe në këtë rast mund me a gjun me pusht, do me thonë nishan, a gjun me shigjet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mendoj e ka lavdru atë që din me gjuajt, bile thot fuqia është harkatari. Fuqia është harkatari, 3 herë ka përmend. E treta, si dobi, mund të quajmë kalorimin. Jo rastisht arab, për shembull, mund ta përmendi këtu lirisht, ndoshta ka dikush tjetër që mendon ndryshe, se kalorimi është sporti më i përparuar të arab se sa të tjerët. Do me thonë edhe arabat, jam të folë si musliman, nga ky sport edhe kanë dobi, mirë po edhe ata, edhe fëmijët e tyre i mësojnë të mirën me këtë sport, bile në këtë rast e përdor edhe kali më i mirë për vrapim dhe për këtë sport është për kalorim, në këtë rast është kali i arabëve, qoftë Edhe emri ka kali arab, domethënë, edhe emri domethënë kali më i mirë është kali arab. Kjo ndërkombëtarisht e njohur. Ndërkombëtarisht njihet dhe secilën herë ata marrin pjesë në për lojra botërore për kalorim dhe ndonjëherë marrin vendin e parë deri në ditën, por nuk është interesant me fitu, me fitu, po me marr pjesë edhe me tregu se ne pse e bëjmë këtë punë. Do me thonë njeriu si musliman, kudo që shkon, atë sportin që e bën, duhet me tregu se këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mundja. Pejgamberi ka dalë në mundje, do me thonë të ne i themi pelivan. Mirë po ato distila janë, do me thonë stili i lirë dhe ai greko-romak. Stili greko-romak kanë dallime të ndërmjet vete. Pejgamberi ka dalë me rukanin. Rukan ka qenë njeriu më i fortë që pelivani më i fortë, po si tash për shembull ta pelivanët tonë që janë ai pelivanët studin e çanit e sa tapetës ka këtu të njohshëm. Kemi nevojë ose pi Bullgarie që vjen ose pi Turqie, po prej Turqie. Do të thonë është sport interesant, mirë po edhe këtu ka një qëllimi tjetër për me pas dobi trupi e jo qëllimi ekonomik, sepse të ne tash kohën e fundit janë përzi çështjet, do të thonë sporti a bëhet për me përfitu në aspektin ekonomik apo për me u kënaq njerëzit duke pas sport. E përmend edhe rukanin, ai ka qenë i fortë, mirë po pejgamberi disa herë e ka fitu, sepse në shumë hadithe përmendet se pejgamberi ka qenë shumë i fortë. Bile ndonjëherë e kanë kap një si ta quajmë tërkus, litar trash, 4 sahabe e kanë kap nga ana tjetër, e kanë vizatuar një vi, pejgamberi vetë këndej dhe i ka tërheq me këtë ne mund të argumentojmë forcën. Po edhe sot përdoret kjo si edhe këto, do të thonë lojë po. Tash në kohën e fundit bile nëse
e përcjell ndonjë kanal televiziv që mirët vetëm me sport, habite se çfarë lloj sporteve ka po. Në këtë rast, do me thonë, me shumë sporte është marrë për Islam, pastaj edhe sahabët dhe ata mirë po një çështje duhet me potencu këtu se duhet me u marrë me sportet që janë të lejuara në Islam dhe asnjë farë mënyre nuk duhet me i tejkalu ingerenca si njerëz që i kemi në këtë. Do pas se me kalu të epik, faktikisht sipas kësaj që e thatë ju, pje argumenteve fetare, nga ajo që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas ka disa lloje sporteve, domthonë ka ecja, vrapimi, ecja dhe vrapimi, ka gjuajtja, ka kalorimi. Gjithashtu përmendet fjalë të Omerit edhe noti, për shembull, radhiyallahu anhu. Po, noti. Si pjesë, domthonë, e tash do të feja islame nuk është kundër sportit. Nuk e ndalon sportin. Nuk e kundërshton sportin. Ajo, domethënë, e ka gjetë si vepër, domethënë, që kanë bërë shoqëritë në atë kohë, e ka konfirmuar feja islame edhe e ka inkuraju. Bilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo argëtim dhe frim që e bën njeriu është e kodë, nuk ka shpëlim te. Përveç, ka thonë, për shembull loja me atin e tij, me kal, ku e përmend punën e kalorimit, domethënë, edhe edukimi i kualve ose domethënë stërvitja e kualve. Pastaj domethënë ecja mes dy shigjeta ose vrapimi mes dy shigjetave, ajo që ndodh domethënë, sikurse e përmendëm edhe sot eksa ndodh, ki sprint, ki maraton, lloj të ndryshme të vrapimeve. Ka mundsi pak sa i përket punës kalit, bile kur kanë bisedu to me dhëpët e njohur, ndër me vetë kanë pas polemik se a hahet mishi i kalit. Domethënë mishi i kalit është i lejuar, mirë po vetëm me dhëpin Hanefi është me kruh. E papëlqishme sepse e Bonife ka thonë kalin duhet me përdor për diçka tjetër, jo me hang si ose kanë nevojë në njerëz si me simjet bartës, domethënë njerëz luftarak që marrë. Allahu dhe lëshanë e ka lëvdru, thot në Kur'an el khejle, el bigale, el hamire, li terkebuha vazine, dhe me thonë e ka përmend kalin, mushkën dhe gomarin. Këta janë 3 kafsh, mirë po se cili... Po do i përdor për me bajt, do për stoli. Për shembull mushkën, a kete nalt, a kete poshtë, a i si Rolls Royce-a. Rolls Royce-in ose kave, po dhe a kete nalt, a kete poshtë, njësoj e ka, njësoj e të hecmen e ka. A kali, për shembull... 4x4. Po, 4x4, ku hip kali, nuk mundet me shku as vetura, as tenki bile nuk mundet me shku. Në këtë rast vetëm e potencova se... Unë të shëmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka konfirmu dhe i ka inkuraju besimtar që miren me këto, dhe që sa të janë pjesë përbërëse jetës, dhe normalisht me to, edhe të ne, tash muhabetin në qelë, mirë po të ne për para, kërë kanë bot darsmat, unë jam kur një vogël veç e kumrin, dhe më thonë, atë fazë, si të mos, kër i bëshin darsët e mëdhoja në përkatune. Ende vazhdojnë atës, unë jam një pshishove, dhe më thonë, darsmat verës, i kanë do... Ka pas gara me vrapim kualsh, ka pas gara me vrapim, ka pas gara me kërcim, në kërcim 3 hapa, për shembull, gara me gjytet gurit. Këtë janë konë edhe për livana, në fund, për shumë, varësisht për buxhetit, po dhe si e ka buxhetin, si e ka organizu, dhe dikush të e bën veç me, për shumë, veç me për livana. Dikush i bën ato, mirë po, kjo ka qenë një lloj i argëtimit që domon ka qenë shumë i shëndosh, shumë më i mirë se ajo që e bëjnë sot në për restorana me muzikë gjallë, me vallëzim edhe me kërcënim, edhe me lloj zezash, pastaj edhe marrësh edhe turbesh që ndodhin. E kjo kombinimi traditës fetare islame origjinale, edhe traditës tonë që jena pas, domethënë fatkeqësisht sot po na mungon edhe normalisht, po veç shkon ka devijimi. Po unë e përmend atë fshatin, jam nip edhe sot e kësaj dite se unë kam marrë pjesë në për shumë dasma, domethënë ato 3 sporti i përdorin dasëm, domethënë vrapimi, kërcimi 3 hapa dhe gjuajtja e gurit. E gurit, po. Ende vazhdojnë, tash jo secilin dasëm, mirë po. Po ja, traditë e mirë që domethënë ka nevojë edhe mu majtmen edhe mu publikua edhe mu bë dokumentar për të që... Edhe pastaj njëri atje organizatori e nxjerr dika jep një peshkir ose në një dhurat e prit kush arriti parë. Po do të shpërblen ata posh. Me vrapim ai. Shpërblen ata që marrin vendet e parë.